kapaciteti i Shqipërisë. Kryeministri Edi Rama zbuloi përfitimet e Shqipërisë nga marrëveshja me vlerë $6 miliardë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Greqinë që parashikon furnizimin e vendit tonë me gaz të lëngshëm amerikan për 20 vite. Theksoi se teci i Vlorës do të shndrohet në prodhues energjie duke cilësuar të gjithin si një bazë të qëndrueshme për sovranitetin energjetik të vendit. Pas investimit domethënës për plotësimin dhe transformimin e tecit Vlorës, një strukturë e cila ka nevojë të plotësohet me komponent tjetër, por që ishte ndërtuar të punonte me naftë dhe do të punojë në fakt me gaz, Shqipëria do të furnizohet me gazin e lëngshëm amerikan për një periudhë 20 vjeçare dhe përmes tecit Vlorës do të prodhojë energji elektrike duke krijuar një bazë të qëndrueshme për portofolin e diversifikuar të sovranitetit saj energjetik. Kreu i qeverisë theksoi se si rrjedhoi edhe e kësaj marrëveshje do të rritet kapaciteti i vendit tonë për të ushqyer me energji qendrat kompjuterike për programet e inteligjencës artificiale, teksa Vlora kthehet në një qendër energjetike. Vlora do të kthehet si soi në një nyje të rëndësishme, qoftë për shfrytëzimin, po qoftë edhe për eksportin e gazit përmes tapit, sepse pjesë e kësaj marrëveshje është i investimi për lidhjen me tubacion të Vlorës me Fierin ku ndodhet dhe gazsjellsi Trans-Adriatik. Risolli në vëmendje dhe marrëveshjen me Fincantieri për prodhimin e anijeve që do të sjellë 400 vende të reja pune. Firmosëm marrëveshjen mes kompanisë italiane Fincantieri, një nga emrat e mëdhenj të ekselencës industriale europiane, dhe kompanisë son publike Kajo për prodhimin e mjeteve detare në Shqipëri, në kantierin e Pashalimanit, qoftë në funksion të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, qoftë edhe për forcat aleate. Në rubrikën Shënimet e javës të përcjell nga Berlini, nga ku udhtoi drejt Armenisë ku mbahet takimi i radhës i Komunitetit Politik Evropian, Rama u ndal edhe tek Kongresi Botror i Ligjit, që do të mbahet në Tiranë, që sipas tij e kthen vendin tonë në qendër të vëmendjes botrore.